Pra, incidentet të protest kanë qenë pothuajse minimale përveç të incidentit kur ishte edhe ndeshja mes Shqipërisë dhe Izraelit. Ndaj protesta është karakterizuar nga qytetaria e të protestuarit, ndërkohë që ditën e sotme një prej protestuesve pra ka paralajmëruar se nuk marrë më përgjegjësi për paqen, nëse mund ta quajmë kështu, në protest dhe se çdo akt dhune do të përballet me dhunë edhe nga qytetarët. Isa, pak minuta më parë më ke dërguar një video dhe do doja ta komentonim, sepse unë duke qenë live nuk kam mundësi ta kuptoj çka ka ndodhur realisht, të një gruaje e cila nuk e di çka ka ndodhur me të, nëse regjia i ka pamjet, i shohim dhe do doja një koment nga Isai, po, këto janë pamjet. Po, ne tani për ta ne kemi komunikuar me zonjën në fjalë, e cila na është thonë, na tha pra neve që kam qenë duke filmuar në protestë kur sulmuar nga disa persona. Grupi sulmues tha që kjo është një patronazhiste, pasi fjala patronazhiste është dëgjuar shumë shpesh në këtë protestë. Pra, ja ku janë edhe një pamjet. Pra, është kjo grua e cila është në mesin e turmës dhe që goditet me ujë nga protestuesit. Po, është goditur me ujë nga protestuesit, të na akuza që ajo është një agente e policisë dhe një patronazhiste e Partisë Socialiste, por një gjë e tillë është mohuar nga vetë protestuesja, ndërkohë që duhet të hulumtojmë në fakt se kush ka qenë dhe cili ka qenë, pavarësisht pra ishte vetëm një zonjë e vetmuar në këtë mënyrë dhe duket sikur rreziku që ka paraqitur në protestë nuk ka qenë edhe aq i madh, por sigurisht Denis që turma të merr me vete, siç i thon një fjalë, dhe ajo ishte sot pre e sulmit nga disa persona. Gjë që më pas u zgjidhu sqarua, po le të themi zonja u largua. Jo, zonja në fjalë u mor nga disa protestuese, gra dhe vajza të tjera, derisa u qetësua situata dhe për disa minuta e kemi parë aty në shesh dhe më pas është larguar paqësisht. Isa, dhe i pyet fundit se besoj do ta bëj temë të diskutimit me të ftuarit, ka sot tone më të acaruara të protestuesve në mënyrën se si komunikojnë, në mënyrën se si le të themi bërtasin? Sigurisht, Denis, pas asaj çfarë ka ndodhur ditën e sotme, pra qoftë fjalimet e Sheshi Skënderbej, të thirrjet, qoftë fjalimet në podiumin përpara kryeministrisë, qytetarët kanë qenë më të revoltuar për atë që ata quajnë një dhunë të paprovokuar nga protestuesit, pasi një prej tyre, Edison Vika, që ka folur pothuajse çdo natë në protestë, tha që policia pra tentoi të na provokonte disa herë dhe kur ne nuk ram prej provokimeve, ajo ndërhyri forcërisht duke na sulmuar dhe padyshim që qytetarët i kanë dënuar veprimet e policisë së shtetit ditën e sotme. Mirë, të falenderoj Isa, nëse do kesh të tjera zhvillime ne mund lidhemi sërish, ndërkohë unë menjëherë